këta në Evropë, këta janë ma të mirë se sa muslimant, ma drejtë se muslimant, ma korekt se sa muslimant. I keni një të shprehje, bile i keni një edhe për atyne që folin për fe kanë herë. Ngo qëta për me kuptu sa drejtë është kja fjalë. Kanë ardhë do jahudi në Mekë edhe kanë bisedu me Kurejsht, me qafirat. E qafirat ju kanë thonë, na pi ushqim haqjit, pi apo me hangre me pi haqjive, pi presë musafir që po vinë qabe, o silmi mirë me njerëzit. Jem na matë mirë, apo Muhammedi a.s. edhe ata që me Muhammedin a.s. fukara, s'po kanë minimu kërkojna, s'po mujnë mi këshyr haqjit, kush janë ma drejt? Tani këta jahudit në kanë prirë sa tyne, ju kanë thonë, jojni matë mirë se sa Muhammedi a.s. dhe shokët e tina. Të ne ka zbrit Allahu Azza wa Jall, alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab, a nuk e sheh ata që është dhënë diçka prej librit jahudit. Yu'minuna bil jibti wat taghut, e besojnë tagutin, e besojnë ata që adhurohet përveç Allahut Azza wa Jall, edhe besojnë ngjallëzime ndryshme. Yaquluna lil ladhina kafaru, thojnë për qafirat, këta janë ahda min alladhina amanu sabila, këta janë më të mirë se sa muslimanët. Thëtë Allahu Azza wa Jall, ata janë që Allahu i ka mallku. Ata që kanë thonë kështu për Muhammedin a.s. dhe për shokët e tina. Ta shty po thamë, kur të nish dikan, të thanë që qafirat, jo besimtarit, janë ma të mirë, ma drejt, ma korekt, ma kështu, se sa besimtarit, nuk po thamë që ka himra në këti ajeti, vetëm po thamë, ju ka përngja qëtyne jahudive që kanë thonë për musliman kështu. Kështu që, kur më se thuj këtë shprejja musliman? A përshet drejtësin e tyne. Ju del dikur a i ishull i tyne në shesh, të ne eshe drejtësin e tyne, të ne eshe marzin e tyne. Vonë, po e qëtë Allahu Azza wa Jall në shesh, të ne eshe kush janë këta. Kështu që, mos falë kështu ha musliman. Mos falë, musliman kanë të mehta shumë, mirë po, që si djallëzime, të pafajnshme, shtirësh me gjithë të muslimanët. Kanë frikë Allahun Azza wa Jall. Ma shumë ta që ka bani musliman, janë isë me pi do dhuhan, me pi do alkohol, e dëmëtën vetë vetën. Ama nuk qohet me dëmëtu dënjan, kështë s'ka të musliman. Ose ilshohet me inatin i muslimanit tjetër, edhe i bandam, këndohet. Ama me umunu me dëmëtu dënjan, nuk gjanë kështë të musliman. Allahu Azza wa Jall në rujtë në bëpë muslimanët mirë.